djalin do e bëj hebre. Ka thënë se kolegi joti dhe imi, madje ka pranuar, Batoni, ka pranuar se është vjedhur tek tuneli i Llogaras, por është vjedhur për mikun, për arsye strategjike, se duhet ishim mirë njohës Turqisë. Ndërkohë që miku shkoi dhe nguli thikën në Izrael. Ato duket. Pra, ky është Rama. A keni koment mbi piruetat e tij në raport me politikën e jashtme? Si ka mundësi që ky njeri s'ka asnjë bosht, ose vetëm unë e konstatoj se ky ka vetëm interes personal dhe nuk ka politikë jashtme? Në disa segmente ke drejt, në disa segmente nuk pajtohen. Domethënë nuk pajtohen me faktin që tazom vizita në Izrael është për interesin e Ramës. Unë besoj që aty ka një dyzim edhe për interesin e Ramës edhe për interesin e Shqipërisë. Izraeli ka dëshmuar një gjë dhe Bibi Netanyahu që e kam thonë 10 herë nuk është politikon jam i preferuar, domethënë. Nuk ka qenë i preferuar. Mirë po me koalicionin që e ka atje me ata ortodoks hebrej që janë po aq vahabit në anën tjetër, pra nuk është që kam ndonjë simpati për të. Mirë po, që Izraeli ka dëshmuar një gjë, edhe Bibi Netanyahu që është një politikan absolutisht i shkath edhe në gjendje është i vetmi politikan në botë që ka arrit me manipulu presidentin Biden edhe mos mundën shtru të presidenti Biden me prit ardhjen e Trumpit edhe me përmbys komplet situatin politike në lindjet mesme. Kjo është krejt e saktë. Absolutisht. Roma, Shqipëria ku hyn këtu? Patjetër. Sepse Shqipëria ka qenë shumë e investuar. Nuk e di nëse jam korrekt, por me sa di në ambasadori më ndihmon, ne akoma se kemi ambasadën në Jeruzalem, kemi në Tel Aviv. Kosova ka në Jeruzalem. Kosova e ka. Ti do bëjë një akt pro-amerikan. Dhe pro-Izrael ishte ambasadën në Jeruzalem. Ka qenë pak treki kjo punë ambasadave se Kosovës dhe Serbisë ju kërku me marrëveshjen në Washingtonit vitin 2020 të shtatorit. Rama nuk e votoi. Kënd? Nuk e votoi që të bëj kryeqytet. Jo sepse ishte qendrimi i Bashkimit Evropian. Domethënë Bashkimi Evropian, nëse e ka raport me Izraelin dhe mirënjohje për ta, ai do bënte këtë. Shiko, çim. Prandaj ky e ka për vete. Çështja është kështu. Në Knesset tash kjo është e dyanshme. Edhe Bibi ka nevojë për një politikan që shkon atje dhe folin Knesset, mirë po Knesseti nuk është fjalimet aty nuk mbahen çdo ditë. Domethënë nuk është ka dekorata e poshtë të syrit. E poshtë të syrit, domethënë do dikun edhe ato kishin marrë çmime. Mirë, po fjalim në Knesset janë raste shumë të rralla kur dikuj ofrohet. Shqipëria ka vendin e veçantë në Izrael. Në këtë situatë që është Bibi Netanyahu. Nuk është keq. Kush nga liderët perëndimor të Vendit Demokratike do pranonte të shkonte? Besoj që Orbani, Viktor Orbani, i cili është, jo, ta themi troq. Orbani ke masakruar ti para 3 emisione ashtu në raport. Vërtet me masakru, domethënë, mirë po. Berati qytetar, edhe gazetar, edhe Berati kryeministri i një shteti, unë nuk e marr borën, shiko. Rama flet parlamentin e Izraelit sepse është Netanyahu në këto pozitë, aktualisht në vizitë në Kinë ishte kryeministri i Britanisë Madhe, i cili ne e dim qëndrimet e demokracive liberale për Kinën. Ai tha sot, e tha në intervistë, tha këtu tha jam si kryeministër që i mbron interesat e Britanisë, duke dashur me nënvizu faktin që Aleanca Transatlantike nuk është më e mira dhe ne do të më bëj zgjidhje. Pra, bindjet tona personale për filan politikanin, Rama shkoi për bëj zgjidhje për Shqipërinë apo për vetë? Po tash aty u fol për Shqipërinë. Po sigurisht. Bibi Netanyahu edhe u fol për besën shqiptare, u fol edhe ishte shiko, ishte edhe çështja e asoj, si më thonë, si thojnë asoj ngjarjes. Se këtu na ka myt, unë ty të ndjek vazhdimisht. Dhe referencat historike, ndoshta jenë në gazetarët, mos më thonë, i vetmi më korrekt, pavarësisht në çfarë mban. Se këtu na ka myt dhe ignoranca. Në mediat e Ramës shkrimet ishin nga ramizet e Edi Rama, ndërtimi i raporteve me Izraelin. Ndërkohë që ajo e pasaportave të që fullën në kohën e luftës, e dim shumë mirë që është e 43-shit, që s'ka lidhje fare as pasardhësit e Ramës me këtë çështje. Raportet me Izraelin kur u cënuan, ishin të ndërtuara, ishin mirëbesim, ishin të shkëlqyera. Ambasadën e sollën këtu në kohën e Berishës, s'kishte ambasadë. Patjetër. Ju kërkua Ora s'kemi pas në raportet këqija me Izraelin. Ta qonim ambasadën, çfarë
Çfarë i solli Shqipërisë vizita e Ramës? Kur Shqipëria lexovon, edhe po duhet të nervizu. Kur dyshohej ose kur u ngritën dyshimet ndërmjet raporteve Shqipëria-Amerikë-Izrael? Asnjëherë. Vetëm kur filloi hetimi spaku ndaj Ramës. Izraeli na bën një shërbim të madh kombëtar kur njoi pavarësinë e Kosovës. Ishte një gjë e jashtëzakonshme në kuptimin njerëz mund të thonë gjithçka. Izraeli nuk është shtet i zakonshëm, edhe kjo ndoshta nuk është mirë as për ta që e them kështu, sepse ata nuk e dojnë. Na i bëri ne apo jo bëri amerikanëve? Ore ne përfitum. Ne përfitum. Ne ishim përfituesit e fundor të një njohje e cila duke marrë parasysh se Spanja nuk na njeh si shtet për shkak të Katalonisë. Izraeli kishte fare lehtë më thonë jo kam problemin e Palestinës, unë nuk e njoh sepse kemi një problem tonin të ngjashëm me Kosovën. E te i kaloi atë, edhe thirri Bibi Netanyahu në shtëpi të bardhë thirri Donald Trumpin, ishte Abdullah Hoti aty, Vučići, dihet që raporti i Serbisë me hebrejt gjithashtu është i mirë, për shkak të rolit të luftës dytë botërore. Deshtëm Serbia ka qenë në anën e drejtë e luftës dytë botërore dhe ka qenë fuqishëm. Serbët kanë psuar viktima në luftën e dytë botërore prej nazistëve, më shumë ti pas rusëve edhe polakëve ndoshta. Pastaj Gjuriçi që është ministri i punëve të jashtme është me prejardhje hebreje. Domethënë është një lobi fort i hebrejve në Serbi. Kështu që etash si e lexova në Ramën, falçe është në luftën e dytë botërore më ka kemi qenë. Ne ja? Thua serbët. Shqipëria, jo Kosovë. Jo, dëgjoj. Në luftën e dytë botërore mund vjen keq me thonë. Ne s'kemi pas vedije duhun për luftën e dytë botërore. Po sot kemi sot vedi? Paka shumë e kemi. Domethënë Kosova, ne kemi qenë më keq, sepse ne në Kosovë, gjyshi im ka tregu, edhe që e bëjmë më mirë, ne bëjmë betohemi në 3 vjet Shqipëri, themi ne. 3 vjet Shqipëri ka qenë kohën e Italisë fashiste. Sepse ne ardha luftës dytë botërore, Kosova u çliru gjatë luftës dytë botërore, sepse ne kemi qenë në zgjedhjen serbe, këto e kam thonë edhe zyrtarëve të Izraelit, i kam thonë mos na keq kuptoni ndonjëherë për shkak të ignorancës, ne glorifikojmë rolin nazist në Kosovë, sepse për ne italianët dhe gjermanët kur kanë luftën e dytë botërore kanë qenë slirintar. Sepse ne na larguan nga Serbia, ne na kanë mes dy luftrave botërore, Serbia ka kryer masakra në Kosovë, ka kryer deportime në Kosovë, marrëveshja turko-serbe edhe Jugosllavisë parë me Turqinë është bë 500.000 shqiptarë në shpërngul prej Kosovës, domethënë ka ndodhur një llahtarie e madhe. Prandaj kam thonë mos na lexoni gabimisht kur për shkak të ignorancës nuk e kemi kuptuar drejt çka po ndodh me Juve. Ne kemi pa interesin tonë, ne kemi thënë Italia na ka mësuar shqip, domethënë për herë të parë shkollat shqipe në Kosovë janë hap në kohën e Italisë kanë ardhur mësuesat prej Shkodrës, edhe na i kanë mësuar gjyshërit tanë me shkruaj gjuhën shqipe, sepse ne s'kemi ditë as gjuhën shqipe me shkruaj. Pra, është pak, si më thon, historia lamsh, nuk mundesh një trajektore me historia e Shqipërisë. Po Rama apo Shqipëria përfiton nga kjo gjë. Për mua çka më ka bërë përshtypje është, edhe ta nuk më e lexoj ndryshe. Domethënë thyrja e Ramës me Turqinë. Ta bëj ndryshe pyetën. Domethënë aty diçka ka pelcit. Ta bëj ndryshe. Se nuk e bën Rama këtë gjë, domethënë. Eksakt. Pse nuk e bën? Nuk e di. A është çështja balluku? A është çështja nuk e di po. Jo vetëm nuk shkon Rama, shiko, sikur Erdogani te xhamia këtu. Trim tut, është interesante kjo. Domethënë Rama një hall i madh ka bërë të kërcisë raportet me Turqinë. Por, duam po s'duam ne, edhe raport me Bashkimin Evropian, kjo nuk ose nuk u jep një kërcitje.